Unë falë, a banë me shtu diçka në mes këtij komunikimi. Unë kisha kërku nga gjithë ne mes me paragjyku asë njëri tjetër. Jo. Na folëm një statistika sa po zgjidhet e martesës, që avokati ka shumë të saktë. Nëse kjo është paragjykoj ajo. Edhe kështu që po du me forcu këtë pjesë. Mos ta bëj paragjykim. Mirë, Ti fol veç për vete, ti na më fol. Po ti je moderator vllai. Ti je moderator, ai arbitër aty çfarë do të bëj? Po rregull është ti përgjigjesh vetëm ti kur bëj jo mua. Petin pasol çka do që po bëni atje, pak në anën e televizion. Mos të bëj këtë këtë edhe arbitër edhe kokësh edhe që emisionin, veç pak. Mos ta gravojmë, lutem, mos ta gravojmë ndoshta në një gjuhë. Po, sigurisht. Të tillë me njëri tjetrin sepse jemi në një diskutim. Jo, ma rregullisht, po mos të marrë edhe rolin e arbitrit edhe gazetarit. Jo. Kur ti bën pyetje po gjigjet, faktikisht secili ka mendimin e vet personal sa për temave dhe diskutime të ndryshme. Jo, patjetër, Alketa. Po veç e kam unë ta bëj një edhe me avokatin të lutem po. Okej, po doshta me bën një ndërhyrje, një shkputje nga kjo ambient dhe nga kjo atmosferë me cilën ne jemi ardhur për të diskutuar për gjëra shumë të rëndësishme, për të cilët janë të rëndësishme për publikun dhe për gjithë juve. Ju falenderoj shumë për ftesën. Sigurisht nga statistikat e dhëna kohë pas kohë që ato rrjedhin të detyrueshme ndaj neve si profesionalist në të kaluarën. Pse tash mund të vijë në konsiderat një pyetje pse në të kaluarën në Kosovë, në popull ton nuk ka pas ndarje të tilla. Po. Sigurisht se kjo sa janë statistika tani do ta tham plotësisht një çështje të rëndësishme se në vitet 1950 në Amerikë kur është nxjerrë një statistik ka dalë se 2% të fëmijëve jetojnë nga prindrit e divorcuar. Ndërsa në vitin 2010, që është bo krahasimi, në Amerikë, kanë dalë 35% fëmijëve që jetojnë nga prindrit e divorcuar. Dhe shine, edhe në Amerikë, në vitet e mëhershme, ka qenë një statistikë, si kur ne që thojmë, Kosovës ka pas shumë divorce dhe tash e ka marrë trendin e vetë kjo çështje. Sigurisht që ka pas kohë me lëvizje të tokës rreth boshtit vetë, po sillen gjërat edhe tek ne. Kështu që kjo është një gjë e cila edhe ne si popull jemi të evujt këtë që ka trend në rritje të divorcit. Por megjithatë, a ka çifte sot që ma shumë çifte që të reja që po divorcohen ma